SPA ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 3 ish punonjës të policisë së shtetit, të cilët akuzohen se kanë ndihmuar grupe të strukturuara kriminale në trafikun dhe kultivimin e narkotikëve. Të pandehurit Erdita Azizaj, Shkëlqim Ruska dhe Ervis Ali Sinanaj dyshohet se kanë shfrytëzuar detyrën për të garantuar vijimsinë e aktivitetit kriminal në zonat e Sarandës, Tepelenës dhe Gjirokastrës gjatë viteve 2019-2021. Azizaj, ish specialist në drejtorinë e forcës së posaçme operacionale, akuzohet për trafikim të lëndëve narkotike, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe shpërdorim detyre, pasi dyshohet se u siguronte informacione drejtuesve të një grupi në Sarandë. Ruska, ish specialist në policinë e Gjirokastrës, përballet me akuzat për kultivim të bimëve narkotike, grup të strukturuar kriminal dhe shpërdorim detyre, duke qenë se dyshohet se ka ofruar garanci për kultivimin e mira rrënjve kanabis në zonën e Tepelenës. Ndërkohë, ndaj Ali Sinanaj të rëndon akuza për shpërdorim detyre. Sipas SPAK, ish efektivët kanë bashkëpunuar me trafikantët duke mos ndërmarrë masat e nevojshme ligjore për të parandaluar aktivitetin e tyre, duke cënuar rënd besueshmërinë e policisë së shtetit dhe misionin e saj në garantimin e rendit. Dokumentimi i hetimeve ka nxjerrë në dritë raste të rënda të trafikut, ndërkufitar si ai i marsit 2020 në Qafbot, ku sekuestruan mbi 1.1 ton kanabis me vlerë 1.7 milion euro. Çështja tashmë i ka kaluar gjykatës së posaçme të shkallës së parë për shqyrtim të mëtejshëm.